Olës Nazari, me mbi emër Nazari. Rëp, djali një i oficerit krimeve të larta quna, ushtarak. Qia, fejnë më burëm. Qia, modër. Ushtarak arti, rojtari tjetrit. Qia, modër. Si në noti më si, se mund t'jem unë punëtore me si, ku më shafshu se ti. Po, në anë e modër, me ndonë që nërshën. Seriozisht. Po. Nuk ke karakter bishëp. Ta thëm, a do me ta thënë drejtër, mos vikesh. Me ditë se që ku shenë shke pas rëp të modrën atë qunat, se kanë qenë Tiranë, se kanë dalë nga X5-at. Me nane e modrë arti, burë mi ullë në tokë nuk ka pas arti. Pse me në për mushu, se kanë dhe në TikTok? Se di e zirë. Po ata arti, Olës Nazari, pytë vllajën e vetë rëp se kam pani me të, a i shkreti njani, është dëmë tu, nuk jeton më, edhe nuk ishte njeri më Olës Nazari. Rëp. Më si. Bajo, gjonat jam me mosh. Unë tani nuk mund të bëj karlishe për të se mori pronari tjetër. Në më pronare, do të nëzjerë live tani. Poli qik më istis, për shëndete qik më istin. Po nuk qefaj. Qilo mirë. Qilo mirë. Penqinci? Ja, modë. E du më që më ishi dhe më qilo mirë. Gacë më, qilo mirë. Bo më qënë mirë, se ke qënë qënë mirë të dhe shumë. Po më isi me të fut me ka... E du më shumë, se si puna jonë është dhejë për mërzitëna. Me të fut në telefon me këtë më isi, ti nuk ndahesh mu nga privat. Dikush më përqenë mu një nga shokët e tuaj, që sa me tatuazh, aman men që ishe në Gjermaninje që të po ta marrë unë një në makinë, se s'du m'ja zanë emrin në bishë. Aja është djeli mirë, më kanë thënë, pëta shumë djeli mirë. Po e po kamë, po shokë shumë kamë, këtë shokë të mitë shunat mirë në mësi, si janë best friend. Po ti nga dole o bishit, apo që kur hinë në TikTok? Asë unë nuk të prejnë besë mësi sa ta kesh jetë. Njërë. Sa ta kesh jetë, në? Dhe e mësi, nuk të presë unë nesër, dhe iki për berat nesër, për zonë dhe vetë të ku. Vetë me një të në qunë. Pse? Ja për berat. Nuk e ti, do të shohim. Do të shohim në festuar, do shkoj vetë dhe nesër me qunë. Si ti të shkujt. Ik për hajtë. No, ha verë tjone. Do të shokën e kam arrest shtëpia, kam e si, sa ka dalë nga Që na fazirë. E kanë kap në Gjermani, e kanë qunë Shqipëri, boni burg Shqipëri, tani kanë dalë arrest shtëpia. Me krevje na ke folë në ditë të zirë. Kanë shku të shunat e kanë taku, më kanë selë të falë, s'kam ku folë se s'ka telefone. Nuk e lana s'gabina si shanë, ha? Po nga bine le, pa ka vetëm numet e familjes më folë. E gara ti Petrit, mirë mrama mojësi, i gara ti Petrit mos në arruj karin nga Greshia ti, pedhoc, i këset shiva ftyrën me kapele krokodili, i gara karot kujton ty se s'kam pa të shkryt komendet ti, o jam, unë ju kam pa tonë, Që ka folë Mesia i bo gjonat shuve buka audiencë, Mesia me më jeton 100. Unë pra audiencë, në në modra si zhahërë. Ka që qef audiencë, Mesia, e ka tipë, edhe unë ja jap shansën, të më hajde më si mërë audiencë, më sa të ka. Qërë audiencë ke ti më burë, ti 300 vetë kishe 400 unë kur qova lajfin. Kurë? Për rëp 400 kishe. Po isha me ca italianë, kur s'kishte... Bëndi më burë. Words Nazari, unë jam Words Nazari, po pse s'qo është si burë më burë, me thënë pakti njëherë njëtën tonë. Se ti, edhe kur rënë ti dukesh në tyre bishë, se njerëzit që pina shash, se edhe unë e pika e cingare, po unë baj dush mrapa, nuk dukem, ja për shema e kam pion, kam bë dush, nuk dukem ma, thjesht dukem kush nga sytë. Pse s'qo është vllai, njëherë me thënë, se moj si doda, ka pas 30, po në gjëmër në gjëje. Ka pas 38.000 vetë në live, edhe të tanë e të famshmit i shkum ke live, i u foq në ndritare me e pytë kush ishte muj si doda. Për famë. Jo, me muj e fut shumë vonë me si. Kush? Rëpte motën ditën e dytë mas Alex Vish. Me mu?
Po me Klevja, ishte ti, ishe Klevja, ishte... Me ty ishe ti, ishte Klevja, kota. Po ishe të tanë, fillon këngëtar të më shkrujt mu kush je ti. Sa unë su fuqa atë e me si TikTok. Unë nuk u fuqa në TikTok, kur ke hytin TikTok, unë su fuqa. Po e nuk u fuqa, po pse s'thu si burri herë? Është i vetë mi njerit që ka marrë famen si me qenë këngëtar pa basi zhalut e lojna me gjarpen. Unë rrusha, amon men si lusha loj me gjarpen, rëtë të shkujt fletor. Kush t'ja po Gucci tani, s'po kuptoj. Jo, Gucci kopjej mu, mra parti, se këta janë kopjas të mi. Se ke luj ti me gjarpen i pari? Unë rrusha loj me gjarpen edhe të shkujt mi fletore, këta të më pa trit dhe sa mi vetar. Seriozisht e ke ti? Për, Unë e di se ka luj vetëm Gucci. jo Gucci ka arvonë, bëj. Do me thonë Gucci pas ka kopju ty. Normal sa e ka verifiku që do TikTok, e po zhona Sa që... kishe ti, sa live kishe ti, Gucci ka pas 70.000. Jo, atjere ku kam qenë s'ka pas robota, mrapa dolin robota, 38.000. Dolin robota, po Gucci është, Gucci, hyrën që ka bo Gucci, e ka pas më të forte nga gjithë. Ma të forten, tani nalo. A kam hy unë të thanë, ne pi këti daja e ti ky këshu grupi Albanias, pa di kush është grupi Albanias. Ska lidhje vlla, i ka qenë grup ma ta. Wojls Nazari, tani ti keni Po, qatë vlla, o, keshe moj se si, ti nuk le me o, moj si, komuniku. A di kush është grupi Albanias? Okej, është ti nga grupi ta vo- më i forti për këngëtarë në Shqipni. Po, Janë qunat ma ninja. Okej, ti fiton ti. Jo, prit, ata Unë i s'kan njoh Instagram, personalisht s'kan ata, Facebook. Po i njoh edhe unë më bor, vetëm I ti njoh njoh. personalisht më vlla, i kam Po se unë nuk i njoh. Shkruaj ty, po merre njonin pra njeh Mojsin, merre ata kryetarin e grupit. Po të njohin gjithë ky është. Kush është Po kryetari? jo, a komunikoj unë me ta. Tani Kush është gjë. kryetari i grupit? Po shej se ka kriju grupin. Si ka emër? Janë do quna se nuk kanë Instagram asi që dalin video klip, ka i tatuar si Mojsi janë gjaks. Okej, Tani, kryetari, si ka emër? gjëja, o tigre. Noizi Ata të grupi ti. Albaniasit, Noizi janë të grup... ti. Pa e tonë gjohë më borë më Po, baba, nuk është shesh Noizi nuk e dojë me kryetari gjuhë. Po Albanias. mirë, fol ti më vlaja dhe të marrë ti. Nuk është Noizi kryetari i Albanias. Por jo Noizi, më cili Noizi? Noizi është o të Si ka arë. emër? Tani a ka mundësi të në 60 sekund. Ha, po. Grupi Albaniasit janë grupi më i fuqishëm për momentin grup. Noizi nuk është grup, është krijuesi i grupit Noizi. Noizi ka këngëtar vetë, është këngëtar i Noizi në stresi, është këngëtar. Noizi është grupi më i vjetër apo Noizi është Prit, grupi pra, pa ata fushë. shpjegoj, pa do me ta shpjegu më burr. Po. Grupi Albaniasin janë çuna me probleme Po, atje, bujanera, edhe po, zonë. a do me ngju. Janë çuna me probleme. Edhe ata nuk kishin as Instagram, as Facebook, as TikTok. Kanë pas ata edhe Facebook, edhe Prit, Instagram. non e motër kërkon si gjen. I kanë pas të gjitha Mojsi, kanë dalë, ja u ka blloku Londra. Po nuk le me fol hiç më por ti Castro. Po çenga edhe për Kosovë më ti klysh, po pse komenton shumë më Ti pak? je profesor, po. Ti Tani edhe ata ti- shpjegoj më burr. Ti as Ka nuk di, mundësi më as burr nuk në beson. lejas, po s'ke, pa Okej. ke lim shkurt, a kur ke leti më? Në shkurt kam 26. Po le më burr një herë më burr. A Ha. thon ke limi 29 që e ke të dinë një 4 vjet. S'ke durim. 26, për 3 ditë, për 3 ditë kam shkuar. Tani në gjëje, duke mos ditë njerëzit asnjë për grupin Albanias, si kishin shumë shefrinia. Asnjë nuk dinin për grupin Po. Albanias. Thjesht i shikonin si fotografi, pëlqenin tonë edhe këngëtar që i kishin në natë pëlqenin se bëshin muzikë bugra e din kret njerëzit. Edhe ai hyni duke tregu historitë e Albaniasit. Nuk hyni si Mojsia duke shkruajnë fletore me laps edhe duke mësu popullin e duke u thënë vajzave shqiptare vishin në shambia. Po s'le me fol pra. Okej, fiton ti, nuk fol më. Po e shok, po leja mërë ti t'jetu fol kote për. Po se dhe i natë ti më bërë, po sa i natë ke më bërë, po ke i natë për O Mojsi, ti Po, ke a shefo tropo O jonë se i Mojsi, natë kama. ti ke punu pitëqer, ke punu Unë? kamionist, unë kam punu dyre makinash, nuk e fshim do të në këtë histori. Është historia Qa kam punu unë? Unë ka ke punu, la punë të tua. Po kam punu edhe shoferi generalit ushtrisë 6-5 shtetë, s'ke punu ti. Unë burgazhi nuk kam qenë pak, në bulgu të nditë. Nuk e kupton. Po të them që ti nuk e fshi dot këtë histori. E ke bë. Po që, po pse ta fshi unë, aja është nërë. Pra këtë po prit pa se s'ka marru. Edhe Gucci i ka qenë shok me ta, vlla. Nuk e fshi dot. Po ka shfridzush atë Nuk ka energjitë shfrytzuar fare shok. Gucci ka qenë shoku Do me aty. thënë ti, tani që ka ra Klevja në burg i mon audiencën Klevjes.
Ora shok, po pritet valla, unë Po rreset ngacmoj në unë. Se mohoj të klevin valla. Okej, ndrojmë mohabetin, Po folim. gjof, po prit pas. A di me shkruajt jo Alcazari me pikë të ruaj, në gjë kështu kot. Bëjmë në mohabet tjetër se s'ke pa e lam. Do jo, po flasi, po ta shpjegoj. E lam Alcazari, e lam. Gucci ka qenë në për klipe, valla. Të ketë çunat. Ka dalë një Pa klip. qarë klipe, marrë një minut, ma unë i njëftë e dy qunat kush janë, marrë edhe Po njërin, shok, kam folë edhe në telefon Gucci me ti ta. kanë bë kong çunat. Ma i fort prima ishte shqipa Mili, Gucci. me thamë drejt, ma i fort ishte A e ke Mili. gjuhë si thot? Me rëpt e motrën Mili, ma i fort me grupin se sa prima Gucci dhe shqipe të një. Gucci. Po që do të regoj e Gucci, ka djek fëmi, 16 vjeç. Ja do në 6 tani ti, se vetë nga smove. Ka djek fëmi, 16 vjeç. I ka hedhë shokut vetë, atësit duke harë pizza, ka njëjtën qeshtje. Qeshtjen e funit e ka duke grabit shpinë e shokut, se kanë qenë mi i shpi, duke i vjedhë shpinë e shosh. Shë qeshtje. Po gjithë. Ore, Mili është 10 herë më i mirë, edhe se ma mirë me çunat. Mili, që Mili që u gatrote me njerëzit. Me nënë e motra, unë s'kam hi asnjëherë në live, është 10 herë më i mirë sekret mas grupit, më i mirë është Milinta. Rëpt e shpisë, më i drejti Mili. Kush është më i mirë, më i keq, më se si më i drejti. Po ti s'le me falë vllai. Okej. Po jo më s'le po të le, po nuk po flas për këtë punë. Po flas. Ai e kishte të kaluar ata. A ka mundësi të prezantohesh në bolet tuaja Olc Nazari? Po bolet e mia atje me si do me Po prezanton bolet tuaja më vllai. Po pra, bolet e mia. A ka mundësi të rrish në bolet tuaja Olc Nazari? Po pra, duhet me pyet ata që kanë pa. A ka mundësi ti Olc Nazari? A ka mundësi ti Olc Nazari, po flasim unë e ti bash? Po unë e ti. Po zem shem. A ka mundësi ti të prezantohesh në bolet tuaja? Duhet me pyet ata që i kanë testu bolet e mia. Okej, tani a ka mundësi e marr testuar se s'ka vënë njëti më bor, ka dalë. Isha pasi xhan gati më bor. Tani deri më bor. Kushtet e tu janë fort, ti si i fort, o bish, të njofon, Olc Nazari. Të fort kanë qenë ata çunat, sa kanë qenë pushkë, si ata karit fuçin pa ta. Duhet me pyet kush ka pas punë me mua. Okej, tani po kjo presion më bor. Kush më ka testu bolet më si, një ka marrë Go ngoj. e bish, tani a ka mundësi ti të prezantosh në bolet tuaja? A ka mundësi të folish për Olc Nazarin, ti mos folish për një tjetër bolet e mia mi ka marrë ngoj. Prap, shik si gangster. Që e ka më bëjë. Kush i ka testu den sot i ka marrë ngoj. I ka prej live po bën e bie çunin edhe herë. Po po, çose ti mendon se unë s'kam bole. Jo. Kush i ka testu? Ai ka marrë ngoj as i ka marrë? Kaq tani. Po kretë që ata i ke vra ti o bish. S'kam vra asnjëri. Kretë që ata në Tiranë, kretë që i mali me varrezi janë që i ke vra Olc Nazari. As nuk kam vendër vra. Okej, tani. Jam të folë për i gjatë tjetër unë vllai. Unë Olc Nazari jam të folë për i gjatë. gjatë. Bolet e tjerë, më si kam Po jam të folë për i gjatë tjetër. A ka mundësi të flasim për i gjatë tjetër? Unë jam të folë. A ka mundësi Olc Nazari kur të hysh në live ti, të futesh ti si Olc Nazari? Po se si futëm. Për shembull, ja si Po futi. me fjala drejt, o me si. Po fjalës drejt i më shkishën ti se fjala drejt di pesë bazën e moda. Unë kam vetëm Okej. Siç e kam pasaport, ashtu Okej, tani a ka mundësi Olc Nazari të thush, unë jam Olc Nazari, jam djalë besnik. Të vi për një familje që janë ushtarak. Unë për fat keq kam qenë mas këngëtarëve. Edhe po unë kam një autoritet, pa ta marrë më burë edhe më bërë replikën. Po ta bëj replikën më burë, po ma lejo më burë ta bëj replikën. Që do me thonë ti i bje dhe Ma le më burë, a jam të ofendu më burë. Unë du fort më burë, nuk të ofendoj. Unë me këngëtar, po a ke dalë videoklip ti me stresin më bëj. Arkimet Lusha ka ardhur tek lagja ime. Po sa ka Arkimedi këti më burë, se ju hetësim ka me bë fotografi me Arkimedin, pa le tani mos ta ulim kretë. Unë nuk fol me Arkimedin. Pa le më nënë e motë si ja fuqin kam. Arkimedi ka ardhur me shtëpi. Më nënë e motë ja fuqin kam ju 3 ditë me bë foto. Më lesh ta shpjegoj. Ja kisha foto unë me bë foto me Arkimedin. Ata që njohin, ata që na njohin e dinë vëlla. Okej. Tani unë po flas i gjoj që e din gjithë njerëzit. Rëpt e shpjesë unë po të regoj. Me bati foto me Arkimetin, e moj si do da kretë TikTok-u edhe Klevje ja ka pa fut në kam 2 orë me bë foto me Arkimetin. Mire kesh ka qenë këngëtar i famshëm. Klevje ja ka fut, po Klevje e njeh që 16 vjeç Arkimetin. Ore, po mire kesh ti Olc Nazari Pa qenë këngëtar. Je qa kena i natë në një tjetër. Po paktën t'ja thumi në i të vërtetër. Budallishe, ti flet budallishe. Po ka qenë këngëtari ndër më i miri në Shqipëni me nojë,
Është prapë. Ore në rregull më se unë si shoh biografinë kërkuit nuk vim Ore punë. është prapë, nuk ka biografi më si disfata ka njeriu, po njeriu Po lemër disfata më se s'kam gjamër me Njerëzit disfata. kanë humbur pluma, mësia janë çu Është prapë, nuk vërtet. kanë shim motra. Është vërtet. Shi prap kalemi situatë tjetër. Unë jam të thënë ti, Klevja, e do njerëz stresit, kënë pa ecë në kam me bë foto me ta sepse ka qenë i famshëm. Edhe unë kisha. Se si e këtu ti, se s'po të kuptoj. Në kam do me thënë, kur i afrosh një shoku se është më i madh se ti, edhe rrimi një njeri që ka potencial më të madh se ju. Ai ka pas më të madh se ju se unë tan stresi se kanë qenë këngëtari i parë ose i dyti në Shqipëri nga Në internet po ti, në internet. Po ke interneti më vllai. Në internet po vlla ka pas. Po ke internet jam të folun, jam të fol për një privat. Ka pas edhe ka. Ka pas edhe ka. Si? A pa keni pas përfitime pra? A ke pas përfitime? Unë përfitime s'kam pas më si unë kam qenë. Si s'ke pas duke një me këngëtarin më të madhin në Shqipëri rapistin. Kam qenë 7 vjet, kam qenë 7 vjet në Burgj unë. Po kush njeh për burgazhimër në botë, më çe të thënë më bon. Po s'kam çka kam përfituar, kam qenë në Burgj, çfarë përfitova. Ku ke përfituar se ka qenë edhe unë me ta përfitoj më. Ore, po çfarë do përfitosh? Ore, më çfarë më bon. Shia motër më bori, ose do jem marr rreth kaj. Si përfitoj? Ose jeni ju më të mirët. E di si përfiton. Kur je i këngëtar. A përfiton me një noizin tani të pi kafe? Çfarë do përfitoj? Unë jam këngëtar. Përfiton se je duke një me këngëtarin më të madh në Shqipëri, rapistin shqiptar. Përfiton fam, përfiton poston foto me ta, merr views-e. Ore vlla, po s'përfitoj, më përfiton një që merret me muzikë unë. Po ke përfituar edhe ti, më kush ka njoftuar me muzikë? Ha? Unë s'merr me muzikë, çfarë do përfitoj? Po ty për aty ne të kanë njoft më rrot, jo nga burgu, më por ti s'ke vral çapën ti. Ti ka njoft më, se s'po të kuptoj. Kush ka njoft më? Interneti thotë ti. Po interneti më, jo njerëz shok, se shok. Ti legon interneti është për mua interneti s'ka. Po jam të fol për internetin, unë jam të fol një jetë private, o vëllai. Për mua interneti s'ka pas vlerë më misi. Unë jam të fol për internetin, o vëllai. Jo vlerë ka, se na të fitu të tonë. Çakullim, jo në internet. Ore ti unë nuk jam të thënë një jetë përditshme më, ndaj zhanat o vëllai. Unë jam të fol për internetin. Po është vërtet më vëllai, Arkimedi ka qenë i famshëm më. A ke pas ti benefite nga Arkimedi dhe nga Klevja? Si nga Klevja? Po. Nga Klevja Arkimedi, a ke pas benefite? Si për shembull? Për shembull, benefiti i internetit. Nuk po them jetë private se ato i dini vetë ju së ndërhyjun. A kupton? Ore vëlla, ç'a benefiti në internet? Ja benefiti i internetit. Ke postu foto me stresin, ke marr fond ka njoft njerëzit. Ke hyrë në Instagram me stresin, ka njoft njerëzit. Ke hyrë në Instagram me Klevjen, ka njoft njerëzit. Ke hyrë o vllai me to, i ke thënë janë shok, ka thënë stresi, Klevet kam ty shok ngusht, je djali mirë, ka ngre kapacitetin e moralitetit. Ore prit, ka ngre kapacitetin e moralitetit, edhe nështë atin, prit, ta shpikoj, nështë ati a keqan, as keqan, unë e di si e djali mirë ti, ore se nuk je djali keqan, se me qanë nuk hi hishton, po, ty ta kanë dhani krah, vle. Po se kam qenë në vërdet ashtu, me si. Po ke qanë pra, po ta kanë dhani krah, pra. E di me sa një, e di se me sa një. Kushte thamër se s'ke qanë më rolë që në azari, e di me sa njerës kanë nejtë Arkimedi? Ha. Në miliona njerës. Si? Me miliona njerës kanë nejtë. Jo mërë se ju, ore me miliona ka netër, po me ju ka pa një shumë. Po, robi... Ore së Nazari, po pse s'tu mërë burë një herë drejt me thënë, por ti unë kam fatin e mirë, se kam panit me këngëtar. Po se kam fatin e vëlla, kam qenë... Edhe kam fitu nga interneti, po ku të kishtë njërti për Kam qenë një mirë që ka ardhë fati mirë. O vllaja, po ta bëj pyetje, ore ka burgazhi këtu në Xhia, që kanë bërë burg për familjen edhe kështu ka 50 vjet edhe nuk i njeh kush njoften ty se je ti burgazhi më i fortë. Bes na herë. As Arkimedi, as Klevja. Po thashun se i ke pa mbesh. Pse den më mi fjalë tjetër më? Ore. Edhe asnjë shok tjetër në çakullim. Ore çun, ai nini mi vet shtu, e s'di sa jeni ke uçi. Kush i tha ky sa shi pa pjesë? 2000 vet. Ore ti ke robota shoku, po kush tha ty o vllai? E kush i tha këtij që është i pa abjes o quna? A i thash unë e pa abjes, a i thash a djali kesh, a i thash është familje kesh i jo. Po kjo pra, këto gjona pra të bëjnë ty që... Po ti nuk je si unë pra. Po pse t'jem si ti unë? Edhe unë kisha net o vllai, me stresin, me noizin, unë me Aleksin. Do shta të kështë dalë me i kesh. Unë kam hi vetëm tek pull edhe ju më keni shkrujt mu. Ju më keni shkrujt mu, kjo është different story, we're different. Po qatë kam shkrujtën të në Ja, ti më ke shkrujt o Xhia, këtë më keni shkrujtër. Qatë kam shkrujtën të në? Keni thënë sa djali mirë, du me hinë lejse.
Me kishet pas kam propozuar ti me këtë fjalë. Jo më propozu më burr, se si na gena. Bish po, unë na të thonë si shok. Si të shkruaj ty sa janë në Po si po nuk ka marrë më Olc Nazari. Ora me panitur me stresin me noizin. Edhe mos me fol me to. Ora them një ditë në live, them hap live-in, them o çun na di se janë shpuna. Rëp faleminderit se prish aty më kanë njoft, pri stresit, më kanë njoft edhe Klevjes. Kam edhe unë audiencë, unë jam djali i mirë, jam besnik. Ti ke shit po. foto me stresin. Për shembull stresi, unë nuk kam pas internet fare, më si. Stresi. Po ti ke pa hiti kur hynë në burg më bora, kujtën se s'kam pa unë Instagram të kravatë me çuna. Po fjalë më përpara, vëlla. Le burg. Po kur hynë ti në Instagram është të fort stresi se tash. O më si nuk kam pas. Kishe 420 veta tash stresi, 6000 veta në Instagram, a kujtën se s'kam qenë t'ju pa më burg. Gjor vllai ta gjë. Unë nuk kam pas Instagram. Vërtet s'le me folë vëlla. Nuk kam pas unë as Instagram as i gjë. Ai meti mullte në internet. Mullte shpesh. Po kur hinë ti nga burgu me 3 çona se kishi kravatin anash më. Po hinë ti më kam qenë të pa unë më. A shifi herë mesazhet e prenarët. O zi. Po ai ishte ti në burg më isha do pa unë. Kishte ky 350 vet live faqona, nit hin stres i shkoi 6000 Instagram mirë. Rëpte motrën, pasha familjen në çuna. 6000 veta shkoi. Tani s'do me pranu me gjatë tjetër. Çuna a keni pa ju më, po ka qenë Nokia, ka qenë Alex Visha, kanë qenë çuna. Rëpte motrën por më çuna. Rëp. Nane motrën. Po këta ju vjeni natër çuna dhe çat ju them. Ta rrejnë token edhe s'prezentuan asnjëherë. Kur nuk do me u prezentu urti. Po Aleksin e gjithë, po edhe rëpt edhe Alex Visha ka hi me stresin në anë e motrën në burg, edhe ka pashu Aleksi 14.000 live-in atëherë në TikTok. Në burg në Gjermani. Po në anë e motrën. Ura